Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse goja ju vjen ere keqe, bëni këtë dhe largoheni për 5 minuta. Keni probleme me erën e keqe të gojës dhe nuk dini se çfarë të bëni. Keni një takim dhe ndiheni në siklet nga era e keqe që lëshon goja juaj, e po mos u shqetësoni më, pasi me këtë recet, problemi juaj do të marrë fund. Sipas ekspertëve, ne do t'ju sillim këtu disa metoda tërësisht natyrale për të larguar erën e keqe nga goja juaj. Soda e bukës neutralizon acidin e keq në gojë duke larguar kështu edhe aromën e keqe. Ajo vret baktere dhe nuk dëmton mishrat e dhëmbëve. Ne këtu do t'ju tregojmë mënyrat se si të përdorni sodën e bukës për largimin e erës së keqe nga goja. Përzieni sodën e bukës me pak ujë. E fusni në gojë dhe bëni gargar për 30 sekonda. Këtë procedurë përsërisni disa herë në ditë nga sa herë të doni. Soda e bukës me pastë dhëmbësh. Përzieni së bashku sodën e bukës me pastën e dhëmbëve. Merrni një furçë dhëmbësh dhe lani gojën dhe dhëmbët në këtë mënyrë që era e gojës të largohet direkt. Sipas ekspertëve mund të përzieni edhe sodë buke me krip. Edhe kjo mënyrë është shumë efektive për pastrimin e gojës nga era e keqe. Ne ju sugjerojmë që të merrni pak sodë me krip, një gotë me ujë të vakët dhe i përzieni ato së bashku. Futeni në gojë dhe bëni gargar nga sa herë të doni, derisa goja juaj të ndihet e freskët. Sodë buke me uthull molle. Ne ju këshillojmë që të merrni pak sodë buke, pak uthull, i përzieni bashkë në një enë ose filxhan dhe futeni në gojë, e përsërisni disa herë derisa përmbajtja të ketë përfunduar. Sodë buke me mjalt, edhe kjo mënyrë është shumë efektive. Ne ju këshillojmë të merrni një gotë, të hidhni mjaltin dhe sodën dhe t'i përzieni bashkë. Bëni vazhdimisht gargar derisa era e keqe të jetë të larguar. Ndërkohë, aroma e keqe e gojës mund të jetë shumë e sikletshme dhe më shumë se 80 milionë njerëz vuajnë nga ajo në të gjithë botën. Sidoqoftë, mbajtja e një molle të freskët ose çamçakëzi me vete është sigurisht një mënyrë e mirë për ta eliminuar atë. Gjithashtu disa opsione të tjera janë mollët dhe karrotat. Ato përmirësojnë tretjen dhe mbajnë sistemin e tretjes të shëndetshëm. Pra kjo do të thotë që nuk do të ketë më formim të gazit në stomak, i cili nëse lëshohet përmes gojës mund të shkaktojë një erë të tmerrshme. Gjithashtu frutat dhe perimet e freskëta inkurajojnë prodhimin e pështymës në gojë që mund të largojnë bakteret të cilat shkaktojnë frymë të keqe nga dhëmbët, gjuha dhe mishrat e dhëmbëve. Hani perimet tuaja. Fryma e keqe mund të jetë gjithashtu një simptom e reflukseve të acidit ose çrregullimeve të tjera të tretjes. Këto probleme rrallë do të ndodhin nëse sistemi juaj imunitar është i fortë dhe ngrënia e perimeve është një ndihmëse e madhe. Kosi. Bakteret e mira të pranishme në kos mbajnë të shëndetshëm sistemin tuaj të tretjes dhe njëkohësisht të zvogëlojnë mundësinë e aromës së keqe të gojës. Çaj jeshil. Pirja e çajit jeshil ka shumë përfitime shëndetësore të cilat përfshin përmirësimin e funksionit të trurit dhe zvogëlimin e rrezikut të formave të caktuara të sëmundjeve të këqija. Ndihmon gjithashtu në detoksikimin e trupit dhe në këtë mënyrë gjithashtu zvogëlon edhe erën e keqe të trupit dhe aromën e keqe të gojës. Çaji jeshil përmban gjithashtu një antioksidant natyral si katekina, i cili ndihmon në luftimin e baktereve në gojë të cilat shkaktojnë frymë të keqe. Gjithashtu ne këtu do t'ju tregojmë mënyrat më të thjeshta se si ju të shpëtoni nga aroma e keqe e gojës.
Frymëmarrja e pakëndshme në mëngjes është një shqetësim i shumë njerëzve, e cila është përgjegjëse për këtë problematik, duke filluar që nga zakonet tona të përditshme, siç mund të jenë goja e thatë, konsumimi i ushqimeve të caktuara apo disa probleme shëndetësore si refluksi i acidit, por si t'i jepni fund këtij shqetësimi? Mos përdorni gargar pas çdo furçe. Larja e gojës, përveç se jep një frymëmarrje të freskët, ajo gjithashtu mund të thajë gojën. Shumica e larzëve të gojës zakonisht përmbajnë alkool dhe kjo ndikon në prodhimin natyror të pështymës në gojën tuaj. Për shkak se trupi zakonisht prodhon më pak pështym gjatë natës, qelizat e vdekura që grumbullohen në gjuhë dhe mishrat e dhëmbëve nuk largohen dhe përpasoj vuani nga era e keqe e gojës. Mos flini me gojën hapur. Frymëmarrja përmes gojës gjatë gjumit shkakton në thatësi dhe përpasoj shtohen bakteret. Në fakt, frymëmarrja nga goja prish dhe dhëmbët dhe shkakton gjakderdhjen e mishrave të dhëmbëve. Përveç erës kronike, kjo ndodh sepse ky zakon ndikon edhe në ekuilibrin oral të pH-it dhe ndryshon llojet e baktereve në mjedisin oral. Shpëlani gojën tuaj me vaj. Sipas ekspertëve, kjo metodë e freskimit të frymëmarrjes e ka origjinën në Indi dhe është provuar se zbardhë dhëmbët dhe përmirëson shëndetin e tyre të dhëmbëve. Merrni një lugë vaj dhe rrotullojeni rreth gojës për 15 deri në 20 minuta. Bakteret të cilat shkaktojnë erë të keqe ngjiten në vaj dhe më pas treten në të. Ju mund të përdorni vaj, por shumë njerëz preferojnë vaj në kokosit ose të ullirit për shkak të shijes së këndshme. Bëni kujdes me kafen. Sipas ekspertëve, megjithëse shumë njerëz nuk e nisin ditën pa një kafe, kjo pije kaq e dashur mund të jetojë dhe të jetë fajtore për frymëmarrjen tonë në mëngjes. Kafja ka një efekt tharje, gjë që bën që trupi të prodhojë më pak pështym. Shumë njerëz gjithashtu shtojnë qumësht ose krem në kafen e tyre dhe produktet e qumshtit shpesh shkaktojnë erën e keqe të gojës. Mos harroni që të lani gjuhën. Sipas ekspertëve, ashtu si dhëmbët, gjuha strehon baktere të cilat shkaktojnë aromën e keqe. Nëse nuk e lani gjuhën, bakteret do të shumohen dhe përpasoj do të vuani nga aroma e keqe e gojës. Vini re se si merrni frym. Ndoshta nuk mund ta kuptoni që po merrni frym përmes gojës gjatë ditës, por ky zakon shkakton frymëmarrje me aromë të keqe. Edhe pse trupi zakonisht prodhon më shumë pështym gjatë ditës, frymëmarrja me gojë duket sikur e than mjedisin tuaj oral dhe përveç erës së keqe, ky zakon gjithashtu shkakton sëmundje të ndryshme si zgabrat e dhëmbëve dhe njëkohësisht infeksionet e veshit. Nga ana tjetër, ju për të eliminuar erën e keqe të gojës mund të përdorni dhe limon. Kjo teknikë është shumë efektive kur vjen puna për të trajtuar frymën e keqe e cila vjen nga qepa, hudhra. Hidhni një fetë limon ose shtrydhni një limon të freskët në një gotë me ujë. Më pas, thjesht pijeni atë ose bëni gargar. Nëse nuk jeni të aftë që t'i pini, thjesht vendosni një pikë limon në gjuhë. Limoni kështu do të stimulojë prodhimin e salvjes, që do të ndihmojë të luftoni frymën e keqe. Të keni një gojë të thatë është pikërisht e lidhur me frymën e keqe, prandaj gjithmonë sigurohuni të qëndroni të hidratuar dhe sigurisht të vëreni se me çfarë merrni frym. Në qoftë se merrni frym me gojë, atëherë me patjetër goja juaj do të jetë e thatë dhe kjo më pas do të shkaktojë frymën e keqe. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!